Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Do të ndihesh më i motivuar për të marrë kontrollin e situatave që kanë mbetur pesull. Energjia jote do të jetë e fortë dhe do të shtyjë të veprosh shpejt, sidomos në punë dhe në çështjet financiare. Në dashuri mund të lindin diskutime të vogla për shkak të krenarisë ose kokforcisë, ndaj përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin. Për beqarët, dita sjell mundësi njohjesh spontane që mund të kthehen në diçka serioze më vonë. Demi. Kjo ditë do të japë ndjesinë e stabilitetit dhe sigurisë që ke kërkuar prej kohësh. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me financat ose një projekt personal. Në aspektin sentimental do të kërkosh qetësi dhe afërsi emocionale. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë marrëdhënien. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ofron seriozitet dhe besim. Binjakët. Do të jetë një ditë dinamike dhe plot komunikim. Do të jesh më social se zakonisht dhe do të tërheqësh vëmendjen e njerëzve përreth, me energjinë dhe zgjuarsinë tënde. Në punë mund të lindë një mundësi e re bashkëpunimi ose një ide që meriton të zhvillohet. Në dashuri do të ketë flirë dhe emocione të lehta, por duhet të shmangësh paqartësitë në premtime. Gaforia. Do të ndjesh nevojën të qëndrosh më pranë njerëzve që të japin siguri emocionale. Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e të tjerëve. Në punë mund të ndihesh pak i lodhur emocionalisht, por qetësia dhe durimi do të sjellin rezultate pozitive. Në dashuri është momenti i mirë për të sqaruar ndjenja ose për të riforcuar lidhjen me partnerin. Luani. Kjo ditë do të vendosë në qendër të vëmendjes. Do të kesh vetbesim dhe dëshirë për të treguar aftësitë tua, sidomos në ambientin profesional. Mund të marrësh komplimente ose vlerësime për një punë të bërë mirë. Në jetën sentimentale do kërkosh pasion dhe sinqeritet. Beqarët kanë shumë mundësi për njohje interesante gjatë aktiviteteve sociale. Virgjëresha. Do të jetë një ditë produktive dhe organizuar. Do të ndihesh më i fokusuar në detaje dhe në përfundimin e detyrave që ke lënë pesull. Në aspektin financiar mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në dashuri duhet të tregosh më shumë butësi dhe më pak kritik ndaj partnerit. Një surprizë e vogël mund të ndryshojë humorin për mirë. Peshorja. Kjo ditë favorizon marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Do të ndihesh më i hapur ndaj njerëzve dhe do të kërkosh harmoni në çdo situatë. Në punë mund të zgjidhësh një konflikt ose të arrish një marrëveshje të rëndësishme. Në dashuri atmosfera do të jetë romantike dhe plot emocione të bukura. Beqarët mund të njohin dikë që i tërheq menjëherë, emocionalisht dhe mendërisht. Akrepi. Emocionet do të jenë shumë intensive. Mund të përballesh me një të vërtetë ose një situatë që kërkon vendim të prerë. Në punë intuita do të ndihmojë të kuptosh kush është në anën tënde dhe kush jo. Në dashuri do të kërkosh besnikëri dhe sinqeritet absolut. Një bisedë e thellë mund të afrojë më shumë një marrëdhënie ose të mbyll përfundimisht një kapitull. Shigjetari. Dita sjell dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe aventura të reja. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një ndryshim në rutinë. Në punë do të jesh kreativ dhe optimist, por duhet të shmangësh përqendrimin. Në dashuri partneri do të kërkojë më shumë vëmendje emocionale. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me personalitet të fortë dhe energji pozitive. Britsjapi. Do të jetë një ditë e rëndësishme për organizimin dhe përgjegjësitë. Do të fokusohesh tek puna, objektivat afatgjata dhe stabiliteti financiar. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me karrierën ose një mundësi që kërkon vendim të matur. Në dashuri duhet të tregosh më shumë ndjenja dhe më pak ftohtësi. Partneri ka nevojë të ndjejë afërsinë tënde emocionale. Ujori. Kjo ditë do të sjellë ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Do të ndihesh më kreativ dhe më i frymëzuar për të bërë diçka ndryshe nga rutina e zakonshme. Në punë mund të marrësh mbështetje nga persona që vlerësojnë mënyrën tënde origjinale të menduarit. Në dashuri do të kërkosh liri dhe mirëkuptim. Një njohje e re mund të lindë në mënyrë krejt të papritur. Peshqit. Do të jesh më emocional dhe më i ndjeshëm ndaj atmosferës që të rrethon. Familja dhe njerëzit e afër do të kenë rëndësi të veçantë për ty. Në punë duhet të besosh më shumë tek aftësitë tua dhe të mos ndikohesh nga mendimet negative të tjerëve. Në dashuri, dita favorizon romanticitetin, afërsinë dhe momentet e sinqerta. Një surprizë emocionale mund të të bëjë të ndihesh shumë i lumtur. Horoskopi në Top Albania Radio.